Për të folur me aftësisht për çështjet e gjykatave speciale, po ashtu edhe për çështjen e gjykatave në Kosovë, pra problemet që na preokupojnë çdo ditë në lidhje me gjykatat në Kosovë. Me mua në studio është Ardian Bajraktari, avokat, i cili do të na njoftojë më shumë nga ana juridike. Ardian, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Kënaqësi, faleminderit edhe ju për ftesën. Ne pam disa shkrime nga ana e gjykatës speciale ku Kosova si drejtohet si Kosova me të hije. Kemi parë edhe në dokumentet të mëhershme, pra ky institucion i krijuar nga institucionet vendore pra nuk po respekton vetë Kosovën, pra po e emëron ashtu siç e emëron Serbia. Po, natyrisht kjo nuk është diçka e re nga ana e dhomave të specializuara, në vazhdimsi ka pas referime të tilla, natyrisht është e papranueshme për faktin se referimet të tilla hasim vetëm nga ana e Serbisë. Prandaj një institucion, çfarë do qoftë ai as më tepër, një institucion i specializuar themeluar me kushtetutë, përkatësisht amandament kushtetues dhe me ligjet e Kosovës, nuk do të duhej referimi si i tillë. Për më tepër, në bindje përmes këtyre dokumenteve shpërfaqet ajo që e kemi thënë në vazhdimsi, fakti që prapa këtij procesi qëndrojnë autoritetet serbe, qëndrojnë fshiu verior, i cili e ka manipuluar në bindjen time që nga nisma këtë proces, filluar nga i ashtuquajturi raporti i Dikmartit, i cili pastaj natyrisht rezultoi me miratimin e rezolutës nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cila pastaj natyrisht që u bë e domosdoshme që Kosova të ndërmarrë hapa në drejtim të sqarimit të rrethonave. Mirëpo kjo po ashtu dëshmon që prapa kësaj qëndron autoritetet serbe me prova të manipuluara, të cilat natyrisht që kjo shpërfaq në mas konsiderueshme përveç faktit që qëndrojnë autoritetet serbe, Serbia prapa këtij procesi, shpërfaq në bindjen time edhe një mungesë të profesionalizmit, për faktin se dhomat e specializuara sikur të ishin pak sa më të vëmendshme, s'paku do duhej hequr këto emërtime në mënyrë që pastaj natyrisht që mos ngjallen në bindjen time me të drejtë reagime indinjata nga ana e komunitetit në Kosovë për faktin se një emërtim të tillë pra është në shpërputhje me kushtetutën, në shpërputhje me legjislacionin tonë, për faktin se kjo gjykatë, duke qenë se është pjesë e sistemit tonë të drejtësisë, do duhej referuar Republika e Kosovës e asesi terma të tillë, të cilat natyrisht që vetëm nga ana e Serbisë përkatësisht regjimit të Vučićit si vazhdimsi e regjimeve paraprakë i hasim. A mund të themi se për shkak të ndikimeve të Serbisë pra mund të shkruhet edhe kështu, ndoshta edhe me qëllim, ndonë se thuhet se është bërë për shkak të gabimeve teknike shpeshherë nëpër shkresa. A mund të jetë edhe kjo çështje që ja vlen për të diskutuar? Para se gjithë tash dhe në radhë parë në bindjen time është fakti që me dokumente, me materiale natyrisht të manipuluar prapa këtij procesi qëndron Serbia. Kjo është esenciale, kjo është kryesore. Po ashtu, natyrisht që pavarësisht situatave, pavarësisht faktit që a kemi të bëjmë me lëshimet natyrës teknike, ose çfarë do qofshin ato në asnjë formë nuk e justifikojnë përdorimin e emërtimeve të tilla nga ana e dhomave të specializuara, përkatësisht nga ana e gjykatës speciale, e cila ndonë se është funksionon jashtë territorit të Kosovës, aja është e obliguar me kushtetutë dhe me ligj mbi përmbajt legjislacionit dhe emërtimit siç do duhej, për faktin se është e detyruar me zbatu edhe kushtetutën, por edhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ndoshta kemi parë se Serbia si institucion pra ka pasur një impakt mjaft të rëndësishëm, siç thuhet edhe në dërgimin e shumë dëshmitarëve tek dhomat e specializuara. Ndërkohë që Kosova në mënyrë ka qenë e diferencuar nga aspektet gjyqësore të gjykatave speciale, përveç fjalëve që kemi ndëgjuar në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, a është dashur që të ketë mbështetje shtetërore duke ditur që rolin që ka kjo gjykatë aq më pak në çështjet e luftës së Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës? Natyrisht, duke qenë se ish-krerët e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës atje akuzohen dhe ballafaqohen me këto akuza
të padrejta në këtë proces të stërgjatur akuzohen mbi kapacitetet e tyre si ish-krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe jo në kapacitete individuale. Kjo natyrisht është përfaq nivojën dhe domosdoshmërinë që edhe tash, por edhe në të kaluar shteti do të duhej më angazhu më shumë, fillimisht në kryen e detyrave dhe përgjegjësive që i kanë në raport me këtë proces, fillimisht me qëllim të sigurimit të një mbrojtje sa më kualitative, të mos ballafaqohen me sfida dhe vështirësitë të ndryshme që kanë pasur gjatë procesit, për faktin se siç kemi qenë dëshmitarë në vazhdimsi, ata janë ballafaquar edhe me mungesë të theksuar të mjeteve financiare, të cilat natyrisht që ka qenë obligim ligjor për faktin se siç dihet, me rastin e miratimit të ligjit për dhomat e specializuara në po të njëjtin seancë është miratuar edhe ligji që garanton mbështetje juridike dhe mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare për personat e akuzuar potencial dhe familjarët e tyre. Po bëhet kjo çështja e fondeve për. Prandaj e kam thënë dhe vlen me përsërit disa herë. Obligim ligjor është sigurimi i mbrojtjes ligjore. Mirë, po obligim për te i obligimit ligjor është obligim kombëtar me u siguru një mbrojtje kualitative, për faktin se ata nuk akuzohen ato në kapacitete personale, ata akuzohen ato si ish-krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe natyrisht ato duke qenë si të tillë natyrisht që pastaj impakti eventual në rast se të njëjtit do të ndëshkoheshin përkatësisht do të dënohen, do të jetë jashtëzakonisht i madh edhe për të kalumen e vendit tonë, për të kalumen e cila natyrisht që është njëra prej historieve më të suksesshme, njëra prej kapitujve më të ndritshëm të historisë sonë në përgjithësi e me tekst veçantë të Kosovës në veçanti. Prandaj vlerësoj që angazhimi i shtetit krahas sigurimit të mbrojtjes do të duhet ishte edhe në drejtim të lobimit të faktorit ndërkombëtar me tekst veçantë të miqve të vendit tonë për ta shpërfaqur një tendencë e cila natyrisht që në nisit e këtij procesi, siç e thash, për faktin se siç dihet, çështja kryesore ka qenë transplanti, trafikimi me qenie njerëzore, e cila natyrisht që në rrethana kur njerëzit kanë vdekur si rezultat i mungesës së trajtimit elementar mjekësor, të akuzohet dikush që mund ta bëjë një gjë të tillë, natyrisht që ka qenë utopike, mirë, po megjithatë ka qenë një proces i cili është dashur me hyrje nëpër këtë, për faktin se akuzat kanë qenë jashtëzakonisht të rënda, akuzat kanë qenë jashtëzakonisht shqetësuese, prandaj o dashur për hir të Kosovës, për hir të procesit, sepse siç e dinë opinioni me vite të tëra, më thonë njëra prej kërkesave në vazhdimsi e faktorit ndërkombëtar e mezhve të Kosovës ka qenë pikërisht zbardhja e rasteve të tilla, e natyrisht pastaj kur kemi parasysh faktin që para ngritjes së aktakuzës elementet esenciale të saj siç janë trafikimi me qenie njerëzore u patën heq prej këtij procesi, atëherë nën kupton që ky proces që në nisjet e tij ka qenë i kompromituar. Çdo faktin këtu që siç dihet opinioni e din tashmë se rrugtimit për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u njoftua opinioni përmes një njoftimi se kinse është ngritur një aktakuzë, e cila pastaj natyrisht rezultoi me një stërgjatje të vonesës të procesit, për faktin se siç dihet 2 vite e ca ish-krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ndodheshin në masën e paraburgimit, ndërsa mbaheshin her pas here seanca statusore, ndërsa nuk fillonte procesi gjyqësor, që nën kupton që procesi edhe në këtë linjë ka qenë i kompromituar, që e ka determinu pastaj me procesin njërin nga më të stërgjaturit e kësaj natyre, çka natyrisht që bie ndesh me njërin prej parimeve bazë të drejtësisë, që është ai gjykimi brenda një kohe të arsyeshme. Arian, që më shqetëson mas shumë të është fakti pse duke ditur mënyrën se çysh ka ardhur deri tek akuza pra për organet në kohë të luftës, transplant organeve, siç po flitet. Pse nuk kemi pasur një reagim nga Kosova që të ketë zbardhje të më të tjeshëm të provave, që kjo nuk ka pas të bëjë me çështje të transplantim të organeve, ashtu siç është thirrur? Fakti që është hequr nga, përkatësisht nuk ka qenë pjesë e aktakuzës kjo çështje, natyrisht që ka qenë një hap i mirë, hap pozitiv, në drejtim të faktit që vërtet një gjë e tillë ka qenë absolutisht e pamundur të ndodhë. Mirë, po kjo natyrisht nuk i amneston institucionet e Kosovës në drejtim të angazhimit të tyre, për faktin se krahas kësaj po ashtu vazhdon me met njëra prej pikave jashtëzakonisht shqetësuese të aktakuzës është pika 35 e saj, cila ka të bëjë me të ashtu quajtur ndërmarrje të përbashkët kriminale, e cila natyrisht që në referencë edhe të ligjeve vendore edhe të instrumenteve nën
ndërkombëtare, elementet që duhet me i plotësu një organizatë të tillë për me u cilësu si ndërmarrje përbashkët kriminale, natyrisht që nuk përmbushën asnjë variancë në këtë drejtim. Natyrisht element esencial është qëllimi në vetvete, i cili organizatat e tilla i bën me qenë kriminale, në kupton ndërmarrjen e aktiviteteve të ndryshme kriminale, siç dihet. Qëllimi i vetëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës, i popullit të Kosovës, ka qenë çlirimi i vendit e asesi ndërmarrja e aktiviteteve të cilat i atribuohen organizatave të tilla. Për më tepër, kemi më shumë se sa një proces gjyqësor, siç është ndaj zotit Haradina dhe ndaj zotit Limaj, i cili është dëshmuar jashtëzakonisht qartë që ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë një kujrile, të cilës i është bashkuar kushdo që ka pas mbi të gjitha guxim dhe vullnet, dhe qëllimi i saj ka qenë që të çlirohet vendi. Por unë kam përshtypjen që dhomat e specializuara që në nisje të procesit i kanë paragjykuar ish-krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës në drejtim të asaj që përpiqen me justifiku mos punën, mos angazhimin dhe mos profesionalizmin e strukturave paraprake në Kosovë, siç ka qenë me theks veçantë EULEX, sepse siç dihet një pjesë jo e vogël e atyre njerëzve që aktualisht sot janë qoftë në dhomat e specializuara me theks veçantë në kuadër të zyrës së prokurorit të specializuar, kanë qenë pjesë e strukturave ndërkombëtare në Kosovë me theks veçantë EULEX, të cilat natyrisht që kanë pas rol, detyrë dhe përgjegjësi për të hetuar krimet çfarë do qofshin ato. Në këtë drejtim, natyrisht që tentativa për ta justifikuar mos punën e tyre paraprake, në bindjen time ka qenë njëra prej arsyeve kryesore, të cilat natyrisht që i ka paragjykuar bazum edhe në faktin që të njëjtit kanë pas një rol, kanë pas një vlerësim jashtëzakonisht të madh nga ana e opinionit, dhe në këtë drejtim kanë qenë të paragjykuar gjatë gjithë procesit, e cila pastaj natyrisht që ka rezultuar me masa jashtëzakonisht të ashpër, përfshirë edhe masën e paraburgimit si masa më e ashpër për sigurimin e prezencës pa nderurit në procedurë, e cila në vazhdimsi në bindjen time ka qenë dhe vazhdon me qenë në kundërshtim edhe me vetë praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat njerëzit, praktikë e cila natyrisht që është obligueshme me u zbatu edhe nga ana e gjykatave të rregullta, por edhe gjykatës speciale, për faktin se mbi të gjitha është obligim kushtetues sipas nenit 53 që sistemi i rregullt gjyqësor përfshirë dhe gjykatën speciale me rastin e ndërmarrjes së veprimeve përkatësisht vendimeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e njeriut, duhet me u përmbajt praktikës gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Arian, për të kthyer edhe pak tek çështjet e gjykatës në Kosovë, pra kemi parë dhe shumë raste mjaft të dëmshme, duke ditur që u raportua edhe për një vajzë që është dhunuar nga një 58 vjeçar. Pra, mënyra e trajtimit të këtyre rasteve në Kosovë, pra si shkon, apo trajtohen si duhet viktimat e dhunës, sidomos të miturat? Ajo që ka në fakt vrejmë në mbi baza të përditshme është çështja e dështimit të mekanizmave në drejtim të parandalimit të dukurive të tilla. Për faktin se, siç dihet, Kosova ka legjislacion mjaft të avancuar, tashmë nga viti 2020 tutje kemi edhe konventin e ashtu quajtur Konventa e Stambollit, e cila sipas saj shtetet marrin detyrime pozitive në drejtim të përmbushjes së obligimeve për ta krijuar një klim, një ambient të favorshëm dhe të përshtatshëm për jetë normale në kuadër të cilave natyrisht që hyn edhe parandalimi i rasteve të tilla. Dhe në këtë drejtim natyrisht që fenomenet të tilla me theks veçantë kur janë të përfshira ose viktima, qoftë fëmijët, qoftë viktimat që njihen viktima të ndjeshme, thonë personat në moshë, qoftë edhe të fëmijët, natyrisht që janë rrethana cilësuese, janë rrethana rënduese. Ajo që në fakt ndodh në jo pak rast është fakti që kemi shpesh herë përsëritës ose recidivist të kryerjes së këtyre aktiviteteve, që nënkupton që shkalla përkatësisht lartësia e dënimit është jo e përshtatshme në drejtim të arritjes së preventives përkatësisht parandalimit të dukurive të tilla. Prandaj krahas angazhimit në drejtim të parandalimit të këtyre dukurive, duhet në bindjen time edhe gjykatat të rishikojnë politikën dëshkimore vis-a-vis prezencës dukurive të tilla. Se duhet rritur çështja e dënimeve, pra duhet ketë një afat më të madh
të dënimeve? Bazum në faktin që njëra prej qëllimeve kryesore të dënimit është ndër të tjera edhe parandalimi i shkaktimit të dukurive të tilla, e kur jashtojmë kësaj faktin që kemi prezencë bukur të madhe të dukurive të tilla kur janë viktima, janë të miturit, janë fëmijët, janë gratë, gjitha këto, atëherë vlerësoj që duhet politika ndërshkimore të rishikohet në drejtim të asaj që e njëjtat e arrin efektin e saj të parandalohen dukurit të tilla para sa është mundur, për faktin se me një politikë të tillë po kupton që nuk po arrihet mjaftueshëm të bëhet parandalimi preventiv që është njëra prej qëllimeve bazë të dënimit. Po gjithçka që varet edhe nga çështjet e Ministrisë së Drejtësisë, mënyra e planifikimit të punimeve që bën brenda në gjykata. Për këto 4 vitet në noteqet të Ministrisë Drejtësisë, pra si e shihni ju punën që ka bërë zonja Arblena Halxhiu në planifikimin e të gjitha punëve që kanë të bëjnë me gjyqësorin në vend, po ashtu edhe me çështjet e kontakteve, mënyrën se çysh ajo ka mbajtur komunikimin me prokurorët, me gjyqtarët gjatë periudhës sa ishte ministër për këto 4 vite. Natyrisht një diçka që ka karakterizuar në vazhdimsi qasjen ka qenë sulmet e etiketimet në vazhdimsi të sistemit të drejtësisë, me tekst veçantë të sistemit prokurorial, por natyrisht nuk ka qenë as sistemi rregull gjyqësor përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, gjë e cila natyrisht që e minon në tej mase besimin e publikut në drejtësi, e kur publiku nuk ka besim në drejtësi, atëherë natyrisht dihet se vjen në shprehje vetë gjyqësia e mekanizma të tjerë, të cilat natyrisht në një shoqëri të cilën jemi ne dhe synojmë të jemi në të ardhmen, natyrisht që nuk kanë vend gjëra të tilla. Sa i përket asaj ka pas disa tentativa, po që në bindjen time kanë qenë të pa suksesshme, ndoshta na mjafton me u vetkënaqur kushtimisht me thon disa mekanizma ligjore, siç është për shembull ligji për konfliktet administrative që reformon mas konsiderueshme fushën e konfliktit administrativ ose çështjen kur qytetarët ballafaqohen me mosveprim ose veprim jo të rregullt të organeve shtetërore, ndërsa fushat e tjera filluar nga vetingu, i cili ka qenë pritshmëritë për cilën në proces kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, në bindjen time ka dështuar për faktin se siç dihet tashmë kemi kalim të amendamenteve kushtetuese, kemi dhënie të vizës nga ana e gjykatës kushtetuese të 3 amendamenteve që rregullojnë çështjen e vetingut, pavarësisht faktit që si i tillë është i pjesshëm, megjithatë si rezultati numrave në kuvend, i njëjti nuk ka arritur me procedu tutje. Kemi po ashtu një tentativë për të rishikuar legjislacionin që rregullon çështjen edhe të disciplinimit, edhe të përgjegjësisë, edhe të llogaridhënies të sistemit gjyqësor dhe atij prokurorial. Së fundmi patëm një opinion të Komisionit të Venecias që në mas të konsiderueshme thotë që është në rregull, mirë, po megjithatë i parashet disa vrejtje, disa shqetësime të cilat besoj që qeveria ardhshme do duhemi pas parasysh në mënyrë që ky mekanizëm të funksionojë. Pra ajo që në fakt vetëm me këto të arriturat që i ka pa Komisioni Venecias, pra apo duhet të marrin më shumë kritikat për bazë? Natyrisht në raport me pritshmëritë dhe premtimet që i kemi pas nga kjo qeveri, e cila natyrisht tashmë ka përfunduar mandatin, natyrisht që pritshmëritë kanë qenë jashtëzakonisht më të mëdha edhe të opinionit, edhe të vetë aktorëve të drejtësisë, mirë, po megjithatë jemi në këtë situatë ku pritshmëritë nuk janë realizuar në bindjen time për sa i përket sistemit të drejtësisë, por besoj një mësim që do duhej me marr cila do qeveri e ardhshme është që kur kemi të bëjmë me politika në kuptim të reformimit të sistemit të drejtësisë, është esenciale dhe shumë e rëndësishme që të kenë diskutime të natyrës konstruktive me gjithë aktorët relevant, me qëllim të adresimit të këtyre, sepse me një qasje vetëm kryen e vete duke i anashkaluar gjithë aktorët, përfshirë Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, mekanizmat ndërkombëtar që janë prezent në Kosovë, që kanë dhënë kontribut dhe vazhdojnë me dhënë jashtëzakonisht të madh, pastaj shoqënia civile që është natyrisht rrëfim suksesin e vendin tonë, e kur i kemi rreth rrezet gjitha këta mekanizma, natyrisht që suksesi është i pashmangshëm. Prandaj vlerësoj që mësimet që duhet me i marrë kjo qeveria e ardhshme, pikërisht do të jenë këto, e natyrisht krahas rishikimit e ligjeve, krahas ligjeve të mira, natyrisht njëra prej elementeve esenciale, kemi thënë besoj edhe me juve, por edhe gjithandej, është çështja e aspektit buxhetor që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, që kjo nënkupton
shtim të resurseve edhe në kuadrat të Këshillit Gjyqësor, edhe në kuadrat të Këshillit Prokurorial, në mënyrë që pastaj natyrisht me i kry detyrat dhe punët cilat janë të mandatuar me kushtetutë dhe ligj, sepse sistemi ynë i drejtësisë akoma vazhdon me vujt prej sërgjatjes së procesit dhe natyrisht kur kemi parasysh këtë, atëherë besimi i publikut në drejtësi, kur kemi kaq gjatë që duhet me prit për një vendim gjyqësor, natyrisht që çdo mend që publiku nuk është i kënaqur me nivelin e performimit të sistemit të drejtësisë. Adrian, duke ditur se tashmë kemi një përgjithësim të buxhetit, pra edhe shtimi i numrit të prokurorëve, të gjyqtarëve është mjaft i rëndësishëm edhe për zbarkimin e gjitha atyre lëndëve që vazhdojnë të mbeten nëpër gjykata të vendit, apo e provon drejtësinë e Kosovës nga cilësia, zvoglimi i buxhetit? Natyrisht, ajo që në fakt kemi po ndër vite është shtim të ka paskoshëm të mjeteve buxhetore në adresë të këshillave, Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, mirë po natyrisht janë të pamjaftueshme në drejtim të adresimit të sfidave dhe nevojës për reformim të këtyre mekanizmave dhe natyrisht shtim të resurseve. Prandaj është esenciale, është shumë e rëndësishme që në instancë së fundit qeveria, Ministria e Financave, sepse ajo është përgjegjëse për me nda buxhet për te kufive buxhetor, duhet me kuptu sepse është shumë e rëndësishme për sistemin e drejtësisë. Drejtësia është përgjegjësiria e qytetarëve, prandaj vlerësoj që kthimi i vëmendjes nga institucionet e drejtësisë duhet me u bë në drejtim të shtimit të mjeteve buxhetore e asesi në drejtim të sulmeve, etiketimeve, të çfarë do qofshin ato, për faktin se kemi qenë, siç e thash, dëshmitar në vazhdimsi ku krerët përfshirë dhe kreu në ekzekutivit në vazhdimsi, domethënë i ka shpërfill organet e drejtësisë, i ka etiketu, i ka përmend me emra të përvetshëm, qoftë gjyqtar, qoftë prokuror, cilët natyrisht që nuk është gjëja e duhur. Faktikisht ka dëmtuar dhe besimin ndoshta tek institucionet duke i prekur më saktësisht edhe prokurorë të caktuar, të cilët merren me çështje të caktuara. Absolutisht, duke i shmangur ballafaqimit me dhënien e dëshmisë, për faktin se siç dihet, pavarësisht statusit, çdo person është i detyruar me u përgjigjë ftesës përkatësisht thirrjes së prokurorit për të dhënë dëshmi, për të dhënë versionin e tij mbi bazën e asaj për çka në fakt ai ftohet, dhe tendenca për të shmangur qoftë ose hajde këtu ose domethënë gjëra të ngjashme, natyrisht që ka një tendencë të vënies së trajtimit të pabarabartë të qytetarëve në drejtësi, e mbi të gjitha kemi pa raste kur janë përmend emra të përvetshëm qoftë gjyqtarëve, qoftë prokurorëve, të cilën natyrisht që ata intimidohen, ata natyrisht mund të jenë caki sulmeve, etiketimeve, çfarë do qofshin ato, prandaj ato gjëra nga ana e pushtetit kushdo qoftë nuk duhet me ndodhë në asnjë vend e as më tepër në vendin ton ku natyrisht jemi në drejtim të rrugëtimit drejt strukturave euroatlantike dhe në këtë drejtim ne pam edhe draft rezolutën e Parlamentit të Evropës, i cili besoj që do të diskutohet dhe miratohet në ditët në vazhdim, ku kërkohet heqja e masave dhe në këtë drejtim kuadër të aspekteve jashtëzakonisht të rëndësishme ke sigurimi ose ruajtja e pavarësisë dhe integritetit të procesit gjyqësor dhe të atij prokurorial. Prandaj vlerësoj që institucionet me theks veçantë ekzekutivi, por edhe eksponentë tjerë politik duhet me kuptu këtë situatë dhe me u shmang nga përdorimi, nga retorika e politikës ditore që me i përdorë si tabel qitje institucionet e drejtësisë me theks veçantë e prokurorinë në veçanti, cila ka qenë një diçka që ka karakterizuar, siç e thash, në mas konsiderueshme këtë mandat qeverisës. Adrian, dje patëm edhe ditën e Kushtetutës së vendit, pra 9 prillin, si e shihni ju zbatëshmërinë e Kushtetutës së vendit në Republikën tonë? Natyrisht kushtetuta është akti më i lartë politik dhe juridik i një vendi, kuadër të cilëve natyrisht që parashihen instrumentet, mënyra e funksionimit të shtetit, të drejtat dhe institucionet e shtetit. Për gjatë këtyre 17 viteve të saj, ajo ka dëshmuar që me theks veçantë për sa i përket çështjes së të drejtave dhe lirive të njerëzit është jashtëzakonisht e avancuar. Kapitulli 2 është në përputhje të plotë me instrumentet ndërkombëtare, madje kemi shtesë kësaj edhe kapitullin 3 që i dedikohet
drejtohet komuniteteve jo shumicë, që dëshmon një qasje gjeneroze, një qasje proaktive të shoqërisë kosovare në raport me komunitetet. Gjatë gjithë këtyre viteve, ajo është sfiduar në jo pak raste. Asaj i ka dhënë frym, i ka dhënë shpirt gjykata kushtetuese me interpretimin e saj, në jo pak raste ka ditë me rrëzu vendime jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është çështja e presidentëve, kryeministrave, kryetarëve të konventeve e kështu me radhë. Mbi të gjitha, vlerësoj që ajo është jashtëzakonisht e avancuar me thekë veçantë për sa i përket çështjes së të drejtave dhe lirive të njerëzit. Në këtë drejtim natyrisht që duhet me komplimentu gjykatën kushtetuese për faktin se nëse ka një institucion në mas të konsiderueshme e cila aplikon praktikën e gjykatës evropiane si instrument i detyrueshëm kushtetues, është pikërisht gjykata kushtetuese, sepse vendimet e saj janë jashtëzakonisht të arsyetuara me thekë veçantë për sa i përket referimin në të drejtat dhe liritë e njerëzit. Vendimet e saj janë në pajtim mas konsiderueshme, në pajtim edhe me praktikën e gjykatës evropiane. Sa i përket çështjeve politike, ajo është sfiduar në jo pak raste. Kemi së paku dy interpretime jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është ai viti 2014 dhe ai viti 2020, ku vendos disa standarde jashtëzakonisht të rëndësishme në drejtim të jetësimit të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje. Në këtë drejtim natyrisht që i atribuon epitete ose përgjegjësi dhe privilegje mjaftueshëm fituesit të zgjedhjeve, qoftë kur është edhe ai fitues relativ, mirë po jo deri në atë masë sa të bllokoj funksionimin e institucioneve, që po besoj dhe shpresoj që në ditët në vazhdim, në pajtim edhe me kushtetutën, edhe me interpretimet që është bërë gjykata nga ana e gjykatës kushtetuese, do të arrijen te kalimi i situata në mënyrë që pastaj sa më parë që të jetë mundur të kemi institucione të reja, të cilat natyrisht që do të ercojnë vullnetin edhe të çojnë proceset përpara, sepse vërtet kemi nevojë si vend, po ashtu duke marrë parasysh edhe aspektin e zhvillimeve nivel global, sa më parë që të jetë mundur të kemi institucione në mënyrë që pastaj të adresojnë sfida jashtëzakonisht të rëndësishme, për faktin se siç dihet vazhdon me qenë heqja e masave nga ana e Bashkimit Evropian, një gjë shumë e nevojshme, domosdoshme, sepse në instancë fundit edhe institucionet e drejtësisë, por edhe sektorët e tjerë janë duke psuar nga masat e tilla. Mirë po, sa shkel kushtetuta e vendit në këtë mandat 4 vjeçar që pati kjo qeveri? Natyrisht, si rrallë herë, ose ndoshta edhe asnjëherë më përpara, njëra prej elementeve që e ka karakterizuar pikërisht këtë mandat të qeverisës ka qenë vendimet dhe veprimet e institucioneve, qoftë kuvendit, qoftë qeverisë me thekë veçantë, që kanë qenë në shpërputhje me kushtetutën, gjë e cila është konfirmuar edhe nga ana e gjykatës kushtetuese. Po ashtu vlen teksohet që si të tilla në mos të konsiderueshme i ka vlerësuar edhe Komisioni i Venecias përmes opinioneve të saj, që ka natyrisht që vetëm sa e forcon edhe më tutje bindjen dhe idenë që vendimet e gjykatës kushtetuese kanë qenë në pajtim me standardet ndërkombëtare. Po ashtu vlen teksohet që sa i përket kësaj çështje tashmë janë në proces shqyrtimi edhe disa prej ligjeve jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat janë miratuar në seancën e 5 dhjetorit të vitit kaluar, pjesa dërmuese të cilave janë në shqyrtim për shkak të defekteve të natyrës procedurale, për faktin se siç dihet, gjykata kushtetuese ka mandat sipas nenit 113 kushtetutës me shqyrtu edhe për ka përmbajtja, por edhe nga forma përkatësisht procedura. Mbetet të shihet në ditët në vazhdim prej gjykatës kushtetuese në rast se do të vlerësoj ose jo edhe procedurën e ndjekur me rastin e miratimit të njëra disa prej nismave jashtëzakonisht të rëndësishme. Pra, vlen teksohet që gjatë këtij mandati qeverisës kemi pasur vendime më shumë se sa çdo herë tjetër nga ana e gjykatës kushtetuese, ku përmbajtja e tyre është konsideruar si nuk është në pajtim me kushtetutën, dhe kjo e determinon nevojën dhe domosdoshmërinë që qeveritë e ardhshme, mazhoranca e ardhshme të reflektojë dhe të marrë në konsiderat rekomandimet e ekspertëve, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, në mënyrë që mos vihet tek situata të tilla ku natyrisht të ketë sfidim të vendimeve edhe të politikave, të cilat në jo pak raste kanë qenë politika jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është për shembull çështja e byros, përkatësisht ligjit për byron për konfiskimin e pasurisë, pastaj ligji për këshillin prokurorale, kështu me radhë,
gjithë se edhe për tyre ka pas rëndësinë e vetë, e natyrisht kur kemi të bëjmë me nisma të tilla kaq të rëndësishme, me nisma kruciale që janë për reformimin e një qeverie, atëherë është detyrë, është përgjegjësia e tyre që me u përkujdes, me u konsultu shtesë mekanizma në mënyrë që pastaj natyrisht kur vjen deri tek epilogu të vlerësohet që janë në pajtim me kushtetutën rrjedhimisht me standardet ndërkombëtare. Apo neglishohet njësit e kushtetutës pra që të marrin këto vendime, nuk ka konsultime me njësit e kushtetutës, po vetëm përbën për çështje publiku, pra si që është çështja e byros kosovare, vetëm çështje votash është proklamuar kjo çështje, duke ditur se ne si popull jemi të etur që të marrim kësi lloj deklarata që më pak nga një kryeministër i vendit që të themi se hajna do të shkojnë në burg e kësi emërtime të tjera. Po, kur e sheh tash për shembull veç projektligjin ose ligjin për byron që ka shku për herë dytë në gjykatë kushtetuese, fakti që i njëjti është mbajt me javë për ndoshta edhe me muaj të tërë pas kthimit për herë të parë nga ana e gjykatës. I njëjti është mbajt në diskutime jashtëzakonisht të mbyllura vetëm brenda ministrisë, atëherë natyrisht që çdo mend që shpërfas një tendencë të tillë që nuk ka pas vullnet mjaftueshëm me u konsultu aktorët në mënyrë që me ardhur deri tek një dokument i cili natyrisht që shpërfaq nevojën për hartimin e një nisme të tillë. Mendon se sa i përket kësaj nisme, asnjë raport ndërkombëtar nuk ka që e thotë që Kosova ka nevojë për një ligj të tillë. Edhe raporti i fundit i vendit ose siç njihet raporti i progresit, domethënë ka thënë që Kosova ka legjislacion të mjaftueshëm për sa i përket edhe luftimit të korrupsionit, luftimit të krimit të organizuar, luftimit të pastrimit të parave, pastaj luftimit të fenomeneve të ngjashme. Ajo që në fakt duhet më tepër është që të zbatohet legjislacioni ekzistues dhe të forcohen mekanizmat që merren me mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve, siç është me theks veçantë Agjencia për parandalimin e korrupsionit. Prandaj, vlerësoj që nisma të tilla, kur janë kaq të rëndësishme, sa më shumë që të konsultohen aktorë profesionistë të fushës, natyrisht që shkon në funksion të rritjes së cilësisë, në funksion të hartimit të nismave, të cilat natyrisht që pastaj i regjistrojnë edhe filtrave qoftë të gjykatës kushtetuese, qoftë edhe të opinionit të Komisionit të Venetit. Dashme cilësore do të jetë puna nëpër gjykatave sa. Absolutisht, ajo është në instancë së fundit qëllimi që sistemi gjyqësor ta ketë bazën e mjaftueshme dhe të konsoliduar të legjislacionit i cili natyrisht që i mundson pastaj me kry punën qysh duhet. Zotëri Bajrakarit, faleminderit shumë që gjete kohë që ti je sërish pjesë të Infodes dhe të na flasësh për këtë çështje mjaft të rëndësishme për gjyqësorin në vend. Faleminderit dhe juve, kënaqësi. E të nderuar shikues të Infodes, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirë mbi.